Marrëveshja Kosovë-SBA pritet grupi I parë I emigrantëve të dëbuar nga Amerika. Kosova ka nisur të pranojë shtetasit e parë të vendeve të treta të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Këtë e njoftoi kryeministri në detyrë Albin Kurti, që saksoi se ato kanë ndodhur si pjesë e marrëveshjes së qershorit mes dy vendeve. Ne pranojmë ata që Shtetet e Bashkuara nuk I duan territorin e tyre, një ose dy prej tyre janë këtu, tha Kurti gjatë një interviste në televizion lokal Kosovës. Sipas deklaratave të Kurtit, kur u arrit marrëveshja, ajo vlente për një vit e parashikimit të pranimit ishin për 50 persona. Qeveria në detyrë e Kosovës shpjegoi në fund pranverës se dëshironte të tregonte mirënjohjen e përhershme ndaj Shteteve të Bashkuara. Së fundi SBA ka akuzuar partinë e Kurtit se po rrezikon stabilitetin e vendit, duke dashur të pengojë listën serbe të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit dhe ka njoftuar pezullimin e dialogut strategjik. Materialet e publikuara bëjnë të ditur pikërisht këtë vendim të fundit të qeverisë amerikane.